vetë zoti Berisha. Sparet e zoti Berisha nuk është që nuk ka një agjendë qartë, edhe për Partinë Demokratike, edhe për opozitën ndërsi, edhe për vendin. Zakonisht kritikat mendojnë të kundërtën. E mendojnë gabim. Pra, edhe jashtë normale zërat që e kritikojnë, edhe këto lëvizje shumë me simpati, edhe këto kafe që pinë se s'ka si gjatë kese, në politikë donë to. Ato kafen mund të bëhet rrezikshme, po jashtë do të diskutojmë në asnjë lloj jetë ta çarçojmë do të është shumë e rëndësishme. Asnjë lloj rreziku s'kan, por është pozitive, jo fare rrezik. Po, ja sa ta mbaroj këtë fjali. Sali Berisha e kontrollon atë parti përjetësisht. Kjo është e padiskutueshme. Gjithë zërat vetëm dëmtojnë veten e tyre, është mirë që flasin, pa diskutim. Që flasin për demokratizimin e asaj partie, për lëvizje, nuk ka vend fare për lëvizjet e reja politike, se këto po e mbyllin skenën politike bipolare, pra këto janë aventura, pra të tentosh të reformosh atë parti politike, ta bësh të lëvizësh, po jo për spaleta, jo për që të largohet njëri të vinë tjetëri. Pra të jetë një hapje me logjik, edhe kjo do të ndodhin. Pse ka avantazhin zoti Berisha? E para zoti Berisha e manat parti që e shikon që është vetëm mundësi për ta marrë bashkume, se bëhet një imam ballëtia aty se më rvesh ti para dytën. Pra, pavarësisht se ai nuk është e ardhmja e asaj partie, është vetëm zoti Berisha që e kontrollon dhe mund ta menaxhojnë. E dyta zoti Berisha në kohën e duhur do të ketë një kandidat për kryeministër, do të hapin gajën me primare, pa primare, me forma, me mënyra, edhe kjo është e padiskutueshme, se nuk mund të jetë sërish zoti Berisha një kandidat. Pra, ka dy asa zoti Berisha nën mangë, që i nxjerr në momentin e dur. A ka ardhur momenti, unë mendoj se po, për faktin se opozita tashme do të fillojë të kontrollohet si një alternativë politike që ne të bëjmë pjesën tonë. Se më të vërtetë që do të japin goditje Shebat e Dram shumë shpejt. Ja ta marrim dhe qasjen e... Nështë mund të lënë që edhe këto festat i kalojnë në shtëpi, po janari do të jetë me zhvillime politike drastike për klasën politike në tërësi edhe për Ramën në veçanti. Kështu që detyra e Sali Berisha është të paktën në aspektin e strukturave opozitare dhe Partisë Demokratike të jetë i gatshëm, në aspektin e një alternative bindëse dhe shpresë të jetë i gatshëm. Edhe unë besoj se do të jetë. Për faktin që nuk ka politikan që e lexon realitetin e politikës shqiptare më mirë se Sali Berisha. Nuk ka politikan më të informuar sot se Sali Berisha. Nuk ka një politikan më në Partisë Demokratike që e din se çfarë është biseduar edhe te kafja me disë këtyre miqve që janë aty. Pra, jo, se do që përgjabë komentin tënë për kafe se ka me shumë rëndësia. Për para se me dal jashtë ato, Berisha i ka pas të informacione, po nuk është kjo problemi. Për faktin që të e lajmet mira, që ka njerëz që flasin, që e motivojnë. Ka frymë të reja, po ka ide të reja? Po diskutim, jo vetëm idetë, ma, nuk është se dolin idetë prej aty, prej kafe, se vetëm idetë për fatin e keq nuk ka. Se ka personazhe që thot hajde televizim që ka pas një menje për me kapat pozicionin e numër 2, ai pozicioni numër 2 është akoma aty, pse po vanon, pra këtën... Për kë kjo konkretisht? Për Saliani? Për Salianin edhe për shumë tjerë. Pra, kur ti e ndërton lëvizjen mbi një karrierë apo me një premtim që tash dhënë nuk është tash maj dhe kërkon që të përshpejtohet, të nuk janë moralizma, nuk janë ide. Pra, ideet janë që ty kur del me 1, 2, 3, 4 pika që të lëvizim, të riformatojmë Partinë Demokratike, nëshojmë statutin, nëshojmë kodin zgjedhor, pra del me gjëra parimore. Po, me gjëra dhe konkrete për vëtepër. Këto nuk e kuptojnë, që akoma se kuptojnë, një pjesë e tyre kanë votuar dhe për faqen e zgjedhjes tyre, ke përshë dhe në bëjnë moral, pra nuk e kuptojnë që problemi kryesor këto është kodi zgjedhor. Edhe këto flasin akoma për listat e partisë, kjo është hallimall, pastaj këto janë idetë. Idetë janë që ti e kupton, e fillon në fillim, kodi